Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët i bashkangjitet thirrjeve në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Përmes rrjeteve sociale në prag të protestës në Shkup, Sela bën thirrje për barazi të plotë gjuhës shqipe me gjuhë të tjera në vend. Sipas tij, çështja e gjuhës shqipe duhet të vazhdojë derisa të përcaktohet në kushtetut si gjuhë shqipe dhe tërësisht e barabartë me gjuhën e ardhur më vonë në këtë tokë. 18 maj, dita kur një brez i ri merr përsipër kauzën në mbrojtje të gjuhës shqipe, apelon Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët. Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënien dhe transparencën në shoqëri, është apeli i ambasadorit të SBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore e mbajtur në Tiranë, Taran tha se janë ndërmarr hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e medjave. Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillimet komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja. Në përfundim, ambasadori theksoi se prania e SBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i OSBE-s, Jan Brathu, nga konferenca mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike. Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarinë për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digjital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digjitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Ndërtyrë i Financave i Kosovës, Sekuran Murati, vlerësoi se vendi ka bërë progres në krahasim me vitin 2019, ndonse është renditur së fundmi si më i varfër në Europë nga platforma World Atlas. Sipas tij, ndër vite kemi një ngushtim të diferencës Kosovës me vendet e tjera të rajonit, mbështetur mbi raportin ofruar nga të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova ka qenë e fundit kur ne kemi marrë qeverisjen dhe tash kemi ngritur, kemi ngritje më lart në tabelën rankingit. Fakt nëse shihet viteve të kaluara, pra deri në vitin 2019, diferenca e Kosovës me vende tjera ka shku duke u rrit. To vende tjera i kanë ikë Kosovës, kurse tash lere që e kemi ngushtuar diferencën, por edhe kemi kaluar në shtet, presim që shumë shpejt ky trend vazhdoj, pra nëse vazhdon ky trend, dhe qeverisja e mirë, punë e mira, ti kalojmë edhe shtete të tjera. Ulqini vendos kushte dhe penalitete për plazhet publike dhe përdorimin e qytetit nga turistët. Kryetaria e Kuvendit Komunal të Ulqinit, Ivana Popović, njoftoi miratimin e një rregullore të re për sjelljen në hapësirat publike me synim ruajtjen e rendit, etikës dhe imazhit turistik të qytetit. Sipas vendimit të miratuar në seancën e fundit, ndalohet lëvizja me rroba banje apo me trup pjesërisht të zhveshur jashtë zonave të plazhit dhe notit. Rregulloria e re përfshin rrugët, sheshet, shëtitoren, parqet, zonat e këmbësorëve dhe hapësirat e gjelbra publike. Autoritetet paralajmërojnë se shkelësit do të përballen me gjoba nga 350 deri në 500 euro. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.